Shkon e femën shumë e bukur. Hoxha, sërë dilte femëna në rrugë, i thoshte, o ka me qitë në krevet, o ka me bo vetë vrasje. Edhe kjo i tha, po pse o baba hoxhë me bo vetë vrasje? Plotëso me 3 kushte, ka me ardhë me ty ku dush. Tha, cilat kushte? Veç në gënë sa është test inteligent, super inteligent dhe kur s'këshë mujtë. As ju me zhjith, as une. E kuptova. Tha kushti numër 1, me pi një gotë raki në gjami para gjemotit, para poplit, shumë e rona. E kjo është ma e ronë s'ka, po. Kushti numër 2, tha, kemi ja të regua gjenë gjemotit. Imagina, shumë e tërë, shumë e. Dhe kushti numër 3, tha herën e parë, kur të flesh me mu, tha para syve të burrit. Edhe i shëra hoxha në njën... Para syve të grus. Para syve të burrit, gruja po i thot ati. Të burrit qaj. Burrit qaj. E kuptova, po. Edhe i shëra hoxha në njën në një lise, e di qka në lise? Po, lis. Dru. Dru i madhë. Se dhe lise? Po, anë mësaj e lise. Lise i gjatë. Lise i gjatë. Edhe me në e mori një gotë raki, gjenet, shkojnë në gjami, nimi vetë në gjami të ju falë, tha o popull, tha urdhëro baba hoxhë. Tha, është raki këta ta, po, është gjyna me pi, normal, tha. A ka lej provimin e parë. Provimin e dytë, shkoj gjutës mas një jave gjumë. O popull, tha urdhëra. Tha kum një pëtha që po ma mërni në përgoj. Jo bo synet, a të qa synet mu bo. Jo bo synet, jo së bo synet. Pa javë kalëzu, tha qare s'kam, rap javë kalëzaj, e kaloj provimin e dytë. Provimin e tretë, i tha me morë tha burrin sonte, me ordë në bërë gjamis. Kur typi unë në minare, mi lutë zotit atje, tha ti me burë tanë, tha me më dëgju poshtë. Hypi hoxha atje lartë, Allahu Ekber, edhe zbriti poshtë. Kur zbriti poshtë, po i drejtohet burrit grusë. Tha prej që ke lindë kur me katë matë madhë s'ke ba. Qa bona o baba hoxhë? Tha unë ju lutësha zotit lartë, tha ti ja bajsha atë punë grusë. Kjo tha pasha zoten, pasha toke qilë, tha tu ka duk, penaltit. A foa, po hypë tha ti naltë, hypja i naltë. Kur hypja i naltë, këtu ja punu grunë, tha, jella baba hoxhë, po të duke pejs naltet. Këna duket për shnolti. Baba hoxhë krem misionë.